Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen GN, 55 vjeçe, banuese në fshatin Dërmi. Pasi ka kallzuar shtetasja AD, se shtetasja 55 vjeçare i ka marrë një shumë parash, duke e mashtruar se do t'i jepte me qira biznesin e saj në Dërmi. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin RK, 29 vjeç, banues në Vlorë. Pasi pas ditën e djeshme në tunelin e Llogaras, automjeti që ai drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin SG, 39 vjeç, banues në Tiranë. Si pasojë janë dëmtuar 2 drejtuesit e mjeteve dhe 5 pasagjerët, të cilën po marrin mjekim në spital dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen FR, banuese në Vlorë, pasi është konstatuar duke kryer punime ndërtimi në banes pa lejen e organeve kompetente. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë i Marr referuan materialet në prokurori, pasi ka kallzuar shtetasi ID, 30 vjeç, banues në Tiranë. Ky shtetas dhe 3 familjar të tij mbrëmjen e djeshme në fshatin Borsh, në ambientet e një lokali në pronësi të tij, gjatë një konflikti të çastit me disa persona të panjohur, janë dhunuar dhe kanosur. Punohet për identifikimin e autorëve, kapjen e tyre dhe zbardhjen e rrethanave të rastit. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.